dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Ministria e Bujqësisë mbyll aplikimet për skemën ndihmëse të karburantit për fermerët. 15.200 aplikues janë fermerë të qarkut Fier, ku është dhe zona më bujqësore e Lushnjës dhe Divjakës. Ministria e Bujqësisë mbylli aplikimin për skemën ndihmëse të karburantit për fermerët. Mbi një muaj e gjysmë më kohë, në dispozicion të fermerëve, ka qenë afati kohor për plotësimin e dokumentacionit të duhur për të përfituar. Dokumentacionin përkatës në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnjë e kanë plotësuar rreth 24.400 fermerë, ku përfshihen qarqet Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Nga totali këtyre aplikantëve, 15.200 janë fermerë të qarkut Fier, ku është dhe zona më bujqësore e Lushnjës dhe Divjakës. Drejtoria rajonale ka afatin e saj kohor prej një muaji për të verifikuar dokumentacionin dhe matjet në terren dhe për çdo mangësi do të ketë mundësi për plotësim, thot ndër të tjera drejtoria e Lushnjë për jugun e Shqipërisë, zoti Ferdinand Shani. Deri në këtë moment numri është rreth 20.500, 20.480 fermerë. Vazhdojnë të ketë aplikime, pavarësisht se që rreth një muaj e gjysmë periudha aplikimeve vazhdojnë të vinë. Ka qenë një periudhë normale të aplikimeve, nuk ka patur dyndje, ka qenë aplikimet kanë qenë shumë korrekte, pasi dhe dokumentacioni ka qenë më i shkurtuar, pasi një pjesë të mirë dokumentacion ne kemi marrë nga aplikimet e viteve të kaluara. Në vazhdim do vazhdoj me kontrollin administrativ të dosjeve për të plotësuar defektet që kanë dosjet, problematikat që kanë dosjet. Ky numër që përmendet pak më sipër është për të dy bashkitë, Lushnjë dhe Divjakë? Jo, ky është numri si drejtori rajonale, si AREP, që mbulon 3 qarqet, Fier, Vlorë, Gjirokastër. Pavarësisht Lushnjë dhe Divjakë, kuptohet është sasia më e madhe? Numri më i madh të aplikimeve, që unë besoj duhet jetë mbi 15.000 aplikime, që mbulon Fier, Lushnjë, ku është dhe fusha Mzeqes, ku janë sipërfaqe më e madhe tokës. Pastaj janë dhe aplikimet për skemat e tjera që nuk mbulon nga drejtoria jo, që janë aplikimet për serat, aplikimet për blektorin, që kryesisht janë të përqendruar në zonën e Gjirokastërës e të Vlorës. Edhe një pyetje të fundit. Ka fermerë të cilët ndoshta për një arsye apo tjetër nuk kanë dokumentacion, kanë mangësi në dokumentacion. A keni ju një afat që ata ti plotësojnë këto dokumente? Në periudhën që është kontrolli administrativ, që është komplet muaj qershor, ne do mundohemi që deri në dokumentacionin e fundit të bëjmë plotësimin e dokumentacionit. 1 qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve dhe është festuar nga vogëlushët e shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa së bashku me edukatoret dhe prindrit. 1 qershori është i mbushur me aktivitete të larmishme nga të gjithë fëmijët në të gjitha qytetet. Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa, vogëlushët së bashku me edukatoret organizuan një aktivitet me këngë, valle dhe recitime, ku ishin të pranishëm edhe prindrit. Kjo ditë lumturoi prindrit kur pan fëmijët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël. Buzëqeshjet, entuziazmi i fëmijëve emocionoi dhe edukatoret, të cilat u shprehën se ishin krenare për ta. Fëmijët e kopshtit tonë nënshkruesi pavarësisë në Bisefa festuan festën e 1 qershorit, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, ku zhvilluar një festë ku fëmijët morën pjesë me vjersha, interpretime dhe këngë, valle dhe kërcime të ndryshme. Përveç festës së 1 qershorit ne organizuam dhe përcjelljen e fëmijëve për në klasë së parë, ku la një shije shumë të bukur, ku fëmijët ishin të veshur me veshjet e diplomimit dhe uroj suksese fëmijëve për në klasë së parë. Falenderoj të gjithë prindrit që ishin pjesëmarrës në këtë festë dhe që punuan së bashku me ne për të organizuar këtë festë kaq të bukur. Gjithashtu falenderojmë dhe drejtorinë e shkollës që na mbështesin në çdo program që ne organizojmë me fëmijët tanë. Ishte një ditë e veçantë, një festë e çmuar, ku na kujton se çdo buzëqeshje e një fëmije është një bekim
Çdo hap i tyre është një shpresë për një të ardhme më të mirë. Si edukatore ndjej një krenari kur shoh sytë e fëmijëve të ndritshëm dhe të gatshëm për të zbuluar botën. Një falenderim i veçantë shkon për drejtorinë e shkollës, nënshkruesi Pavarësisë, që më bëri pjesë në stafin e mrekullueshëm të saj. Gjithashtu falenderoj prindrit për bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe besimin e thesarit të tyre më të çmuar që na besojnë çdo ditë ne. Falenderimi më i madh shkon për fëmijët, të cilët na dhanë emocione kaq të bukura dhe të paharrueshme si sot. Gëzuar një qershori dhe suksese parashkollorëve që shkojnë në klasë të parë. Hapet sezoni turistik 2025 në Bregdetin e Darzezës. Kryebashkiaku Armando Subashi tha se këtë sezon veror pret dyfishin e turistëve. Është çelur sot zyrtarisht sezoni turistik 2025 në Bregdetin e Darzezës. Aktiviteti i titulluar Festa e Valve ka mbledhur 10 pjesëmarrës, të cilët kanë ndjekur koncertin e larmishëm artistik me kërcime këngë valle. Darzeza është një nga plazhet më të preferuar të ime. Është ka një erar të përkryer, gjithjot e shëndetshme dhe uroj që ky sezon të jetë shumë herë më i bukur se sa vitet e tjera. Çfarë e bën të veçantë Darzezën? E bën është një plazh që është, si të thuash, për mendimin tim, është erara, deti me ujin e pastër, dhe njerëzit janë shumë mikpritshëm. Ndryshon se njerëzit aty ku han aty i lënë, kaq. Patjetër, po se besoj të ndërgjegjësohen. Se këtu ku është privati, normal që i mbajnë pastër. Në vendet që kanë që është publike, aty ku han aty i lënë i thash njerë dhe kaq. Ne të dishim Darzezë ka çmime të lira? Ja vlen për çmimet po. Ka dhe çmime të lira, unë nuk e di. Se unë lërim vete, po flas që... Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar në prononcimin e tij për mediat se kjo perl e pashfrytëzuar e Adriatikut këtë sezon veror pret dyfishim të turistëve, ndërsa ka theksuar se hapi më i rëndësishëm është hartimi i masterplanit për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, i cili parashikon ndërtimet e hoteleve e bizneseve bashkëkohore në zonë. Unë besoj që ky sezon do të jetë në vazhdën e gjithë këtyre viteve të fundit, ku çdo vit më shumë numri turistëve është shtuar dhe besoj që edhe në pjesën e Bregdetit tonë të Bashkisë Fierit, qoftë në Darzezë, qoftë në Sema, numri i pjesëmarrësve do të jetë më i madh se sa vitet e shkuara. Ne kemi thënë që ky është një Bregdet ku le të themi vizitorët apo turistët janë ditor, pra këtu nuk ka hotele dhe këtu nuk bëhet fjalë që të vinë të rinë me ditë të tëra, por realisht, edhe nga ajo që ka pam vjet apo par vjet, numri atyre që vinë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje nga ky plazh është gjithmonë më i madh. Ky është një nga ato pak Bregdete që kanë mbetur në Shqipëri, që është akoma i virgjër, i ka shpëtuar, le të themi, gjithë atyre historisë së ndërtimeve me kriter, pa kriter, që janë bërë në pjesë të tjera të Bregdetit, dhe kjo është arsyeja që ne kemi filluar në bashkëpunim edhe me qeverinë, hartimin e masterplanit për gjithë të zonë bregdetare dhe besoj shumë shpejt do të kemi një dokument të plot dhe serioz ku do bëjmë çfarë. Kjo padyshim do të nxjisë edhe investitorët, edhe investimet në këtë zonë, por edhe çdo gjë do të ndërtohet në vendin e vet. Subashi ka pohuar gjithashtu se sipërfaqja e madhe e rërës do të shfrytëzohet 40% si hapësirë publike dhe pjesa tjetër për privatët, ndërkohë që vijojnë investimet për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe projektit madhor të ujësjellësit, për të siguruar furnizim të pandërprerë me ujë, një shërbim i munguar ndër vite. Janë 61 operator turistik sezonal që do të operojnë përgjatë vijës bregdetare Darzezë-Seman këtë verë. U mbyll dje në Fier turi ciklistik i Shqipërisë. Fituesi gjithë turit është shpallur holandezi Jack Mans. Turi ciklistik i Shqipërisë u mbyll dje me etapën e 5 të fundit që u finalizua në Fier, ku shpallën dhe fituesit e edicionit të 82 të kësaj gare tradicionale. Policia rrugore e Fierit njoftoi dhe bllokoi përkohësisht disa akse rrugore për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit.
Etapa e 5 filloi në orën 10 në bulevardin kryesor të Vlorës për të vijuar në autostradën Vlorë-Fier, Unaze-Fierit-Fier-Savër deri në daljet në Levan për të përfunduar në qendër të qytetit. Në kuadër të këtij turi janë zhvilluar 5 etapa, duke filluar nga data 26 maj, ku kanë marrë pjesë 14 skuadra dhe 86 sportistë, përfshirë ekipe nga Ballkani dhe Evropa. I pari që mbërriti në finish ka qenë Jovan Divnic i ekipit malazez me numër 45, ndërsa ekipi i Amsterdamit është shpallur fitues i gjithë turit. Vetëm pak metra larg finishit, ciklisti i Serbisë Marko Stanković është rrëzuar në tokë. Ekipi më i mirë i etapës së 5 është shpallur i Serbisë, ndërsa fituesi i gjithë turit është shpallur holandezi Tom Jackmans. Në fjalën e tij përshëndetëse, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku e ka cilësuar turin e 82 ciklistik si më emocionuesin deri më sot. Gjatë ditë jetës kam punuar e jetuar me ciklizmin, por një tur ciklistik ka qenë emocionues dhe të bukur nuk e kisha përjetuar më parë. Së pari urime të përzemta fituesve të këtij rrethi ciklistik, falënderimi për bukurinë që i dhanë kësaj gare. Gjatë këtyre 5 ditëve kam pas rivalitet të ndershëm, shumë talente dhe të sakrificës gjatë gjithë sportistët e skuadrave. Organizimi ishte i shkëlqyer dhe gara u zhvillua në një frym të mirë sportive. Punë e palodhur e sportistëve, trajnerë, skuadrat, federatës ishte e dukshme dhe e admirueshme. Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar se është emocion i veçantë kur gara mbërrin në Fier. Çdo sport ka bukurinë e vet, por ciklizmi është, do të thosha, është shumë i veçantë, është shumë i bukur, ka emocione, ka rrezikun brenda dhe siç e pam edhe ai incidenti i vogël që ndodhi, tregon fundit për shpirtin e garës, për sakrificën që bëjnë këta djemë të mrekullueshëm për të arritur secili prej tyre finishin i pari. Dhe në fakt sot na dhanë emocione të veçanta me këtë etapë që realizuan. Presidenti e tha, ne e kemi mbështet çdo vit garën ciklistike që kampionatin që zhvillohet në Shqipëri, do të vazhdojmë ta mbështesim. Urojmë që çdo vit ketë masivitet. Është lajm shumë i mirë që veç djemve tanë shqiptar, veç ekipeve shqiptare, marrin pjesë në këtë kampionat edhe ekipe nga vende tjera. Tashmë rrethi ciklistik i Shqipërisë ka marrë, do të thosha, për masa europiane dhe besoj dhe shpresoj që të gjithë së bashku me Federatën e Ciklizmit në krye, por edhe ne si bashki, e kam fjalën për gjitha bashkitë e Shqipërisë, të bëjmë sa të mundemi të japim kontributin tonë që jo vetëm ta mbajmë gjallë të sport bukur, por edhe ta çojmë më tutje. Vazhdon zvarritja e seancave në Kosovë, dështon për të 24-ën herë konstituimi i kuvendit. Konstituimi i kuvendit të Kosovës ka dështuar për të 24-ën herë. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Votimi i fshehtë është propozuar më 1 maj nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, pasi kandidatja e partisë fituese të zgjedhjeve të lëvizjes vetëvendosje për kryetare parlamenti Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura nuk mori 61 votat e nevojshme që të zgjidhet në këtë post. Në vazhdimin e seancës konstituive, më 31 maj, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, AAK-ja dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozonin një emër për formimin e komisionit, duke bërë që seanca të ndërpritej. Seanca do të vazhdoj pas 48 orësh përkatësisht të hënën. Përveç kryetarit të parlamentit, deputetët duhet të zgjedhin edhe 5 nënkryetarët e organit ligjvënës në mënyrë që të përmbyllet procesi i konstituimit të përbërjes së 9 parlamentare. Dhe vetëm pasi të ketë përfunduar procesi i konstituimit të kuvendit, mund të ndërmerren hapa për formimin e qeverisë së re. Kriza politike vjen pasi asnjë parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme dhe ka mungesë marrëveshje mes tyre për të krijuar një shumicë në kuvend. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.